Atëherë mbledhni që në emën të grupit tonë parlamentar të shprehim keqardhje që edhe sot pas përpjekjes së radhës nuk kemi rezultat në zhbllokimin e gjendjes. Ajo që mund të themi ne është që ne si grup parlamentar, koalicion vendosi Guxo dhe Alternativa, në vazhdimsi jemi duke bërë përpjekje për zhbllokimin e kësaj gjendje ose kësaj situate dhe rrjedhimisht jemi duke kryer detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese duke marrë pjesë në seancë, po jo vetëm duke marrë pjesë në seancë, por edhe duke marrë pjesë në proces të votimit, ashtu siç është e përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Nikosisht është shumë e rëndësishme, të potencohet që meqense ka sot një përfolje të vazhdueshme rreth emrit, ne ende nuk kemi ardhur deri tek propozimi jam. Ajo që na duhet prej një numrit konsiderueshëm të seanca, përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit të fshehtë në të cilën nikosisht edhe kjo si temë është e përcaktuar në gjykimin e gjykatës kushtetuese për shkak se ato thuhet që votimi mund të jetë i hapur, por mund të jetë edhe i fshehtë. Ne kemi vlerësuar që vullneti i një mend dhe ndërgjegja që mund të thirrë secili deputet edhe individualisht mundet me kontribu në proces të zhbllokimit të situatës dhe konstituimit të kuvendit dhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Zoti Beci ju thatë që vazhdimisht jeni duke bërë përpjekje për me zhblloku situatën. Cilat janë këto përpjekje kur sot është e shota herë që vazhdohet me rendin e njëjtë të ditës i cili mund cilën në fakt nuk marrin pjesë partitë opozitore dhe duhet me përmend që ky rend i ditës është caktuar vetëm prej kryesuesit dhe nuk ka qenë rrjedhoj e takimit që është mbajtur me krerët e partive politike kur është caktuar rendi i ditës sipas rregullimit të vendit që i parashet veç 4 pika dhe ju futje në rend të ditës mes procesit votimin e fshehtë. Pra, cilat janë këto përpjekjet e juaja që po thoni jeni tu i bën vazhdimisht? Tash nuk e di sa jeni ndjekës e zhvillimeve. Vazhdimisht. Nuk po ma krijon ato shtype për shkak se ne kemi bërë gjitha përpjekjet. E para, pikat e rendit ditës që janë përcaktuar në mbledhjen e të cilën ti po ju referohesh nga kryetari paraprak i kuvendit zoti Glauko Njufca, mes tjerash e ka edhe përveç verifikimit të mandateve zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Do thotë ajo është si pikë e rendit ditës, përveç se ka ndryshuar modaliteti prej një votimi të hapur në votim të fshehtë. Që kjo është e njëjta pikë e rendit ditës. Ndërsa sa përket çështjes së përpjekjeve, momentin kur kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar partitë politike opozitare për të marrë pjesë në një diskutim, këtë rast ftesa ka qenë për Partinë Demokratike të Kosovës që ka pranuar ftesën dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës që ka refuzuar ftesën dhe ka deklaruar që institucioneve dhe Kosovës i duhet një marrëveshje politike. Ky takim ka pas për synim arritjen e një marrëveshje për dakordimin për konstituimin e kuvendit edhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit të kuvendit nga shumica shqiptare. Ky takim do të thotë dihet epilogu, ka marrë pjesë kryetari i PDK-s, jo i LDK-s. Meqense LDK-ja kanë qenë kategorik se vendit i duhet një marrëveshje politike për me dalë prej kësaj situate, atëherë kryeministri në detyrë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, edhe bartësi i koalicionit vetëvendosje Guxo dhe Alternativa i ka dërguar një ofertë Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim edhe bashkëqeverisje. Nëse këto dy veprime edhe ftesa për dalë nga gjendja për të me zgjedhë kryetarin e kuvendit edhe nënkryetar, edhe ftesa për koalicion që është drejtuar LDK-s, ti konsideroni që nuk janë veprime të ndërmarra, atëherë nuk di se ku me gjetë fjalor për me të binë ty dhe ata bashkë me dindarë sigurisht që ne kemi ndërmarrë asnjë veprim. Ju personale, çfarë përshkruajnë për takimin që ka zhvilluar sot në presidencë në parti politike? A pesë që kanë pos në marrëveshje politike ato pak nëse ka dhënë të prezentojë të vetëvendosjes. Ju po intereson për përshkruajtjen. Unë nuk mund me fol për pritshmëri, për shkak se teoria varet nga niveli i diskutimeve, nga dëshmëria për me thirr arsyesh për me dalë prej kësaj gjendje, nuk mund me predikuar as paraqituar se cilët do të jetë epilogu. Uroj e shpresoj që do të thotë nga ato të dilet ndonjë propozim që është rrugëzimja. E propozimet do të thotë
mas madhe dihet se cilat janë ato, ndjekja e rrugëve ligjore dhe kushtetuese. Zotërieti, a do të mbetet Albina Haxhiu emri propozues për kryetarin e kuvendit edhe pas takimit me presidentin Osmani Sot? Po, unë mendoj që, sikur se kam thënë në vazhdimsi, emri e Albina Haxhiut nuk është problemi. Mendoj që jemi duke hinë hak edhe si shoqëni, duke e targetuar dhe duke ja vendosur barrën e përgjegjësisë Albina Haxhiut se s'po kemi kuvend të konstituuar. Drejta e kemi thënë në vazhdimsi, ekskluzivisht i takon lëvizjes vetëvendose për emrin që e përcakton. Nuk mundet dikush një të drejtë që ta ka dhuru qytetari edhe gjykimi gjykatës kushtetuese që dikush nga partitë opozitare që janë humës të mëdhenj të zgjedhjeve më ardhur me ta përcaktuar se kush është emri i përveçshëm. Se në këtë logjik, atëherë duhet që ne me përcaktuar se kush duhet të qenë kandidati i pranueshëm nesër për lëvizjen vetëvendosje nga rrobat e PDK-s së LDK-s për në kryetar. Kemi diskutuar mundësia me një emri, grupi parlamentar i vendosjes nuk të hiqet nga ky emër për kryetar. Po tash vetet e curia se çu zhvillohet ato tema, nuk po duam me paragjyku, po unë nuk mendoj për përsëris edhe një herë. Emri i Albina Haxhiut nuk është shkaktar i bllokadës institucionale. Është vendosje më me propozu familime për këtë parlamentar si parti e parë nëse arrin koalicion me to. Tash, unë ne vazhdimisht po e themi që vetvendosje i takon propozim. Edhe në kaluarën kur ka dalë partia e parë, ka propozuar edhe emrat e tjerë, po në këtë rast nuk ka ndonjë indikacion të tillë që duhet më ndodhë. Po tani për tani, ajo që është shumë e rëndësishme më potencu është që ende nuk kemi shku tek emri i përveshëm se kush është kandidat. Familime nga shtapoprat me goma veshje për zhbllofim. Tash kjo çështje hipotetike përbes është vështirë kuptimin me dhënë përgjigje se cilat janë pritshmëritë e deputetëve ose kryetarëve të partive për partneritetin edhe kush se ku është pozicionin ose mundësinë për më dhënë kontribut.